Çfarë po ndodh me çiftin më të ndjekur turk, Burak dhe Fahriye? Prej disa ditësh, media turke u mbushën me spekulime se martesa mes aktorit Burak Ozçivit dhe aktores Fahriye Evcem po kalonte një krizë serioze, duke nxitur thashetheme dhe diskutime të pafundme në rrjetet sociale. Fansat e çiftit, i cili konsiderohet një ndër më të ndjekurit në kineman turke, nisën të pyesin hapur se çfarë po ndodhte me marrëdhënien e tyre. Megjithatë, aktori i serialit të njohur Kurulus Osman vendosi të reagojë publikisht duke lënë situatën të mbetej në spekulime. Përballë gazetarëve, Ozçivit u shfaq i nervozuar dhe i prerë në fjalë. Janë vetëm gënjeshtra dhe mashtrime, jemi lodhur tashmë nga këto lajme të pabaza. Ky reagim i fortë vendosi të jap fund gjitha aludimeve dhe bëri të qartë se marrëdhënia e tij me Fahriyen nuk është as pak në krizë. Çifti, i cili së bashku janë prej 2 vitesh dhe shpesh konsiderohen si një prej më të dashurve të publikut turk, vijon jetën e përbashkët normalisht, pavarësisht se mediat her pas here shpërndajnë spekulime pa bazë. Fansat e tyre shprehen se vlerësojnë sinqeritetin e çiftit dhe reagimin e Ozçivit, duke e parë këtë si një tregues se dashuria e tyre mbetet e fortë. Çifti vazhdon të jetë një nga emrat më të komentuar të showbizit turk, ndërkohë që jetojnë privatësinë e tyre larg thashethemeve.